Polonia mund ta kthejë kufirin lindor të NATO-s me Rusinë në një fushë të minuar pasi u tërhoq në konventa e Otavës që ndalon minat toksore kundër personelit për shkak të kërcënimit të agresionit rus. Vendimi i Polonisë për të u tërhequr nga traktati nxjerr në bash shqetësimet në rritje në Evropë në lidhje me agresionin rus pasi është një nga shumë hapat që Varshava ka ndërmarrë për të përgatitur për një konflikt të mundshëm me Moskën. Varshava po përgatitet për luftën e tretë botërore, duke synuar të shpërndajë një udhëzues mbijetese deri në fund të vitit, ndërkohë që ka ndërtuar një mburojë lindore e përshkruar nga ligjvënësit polak si operacioni më i madh për të forcuar kufirin lindor të Polonisë apo krahun lindor të NATO-s që nga viti 1945. Me një intervistë për mediat polake, kur u pyet për vendimin e Polonisë për të dalë nga traktati, Pavel Bejda, kryetari i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, tha: "Nuk kemi zgjidhje tjetër. Situata në kufi është shumë serioze dhe unë po flas për kufijt polako-bielorus dhe polako-rus. Ky do të jetë një nga elementët e mburojjes lindore", tha ai. Polonia së bashku me Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë njoftuan se do të tërhiqen nga traktati të martën. Traktati i Otavës është një marrëveshje ndërkombëtare e nënshkruar në vitin 97, që është ratifikuar apo aderuar nga më shumë se 160 shtete dhe me tërheqjen prej saj Varshava dhe vendet balltike mund të fillojnë grumbullimin dhe përdorimin e minave të tokës për herë të parë në gati 30 vjet.